Është inauguruar salla e re Shakespeare në Teatrin e Metropolit, një sallë teatrore sa klasike aq edhe moderne, e cila vjen unika në llojin e vet sa u takon teatrove të tjerë në Shqipëri e më gjerë në rajon. Me këtë rast, inaugurimin simbolik duke i rënë gongut e ka bërë aktori Robert Ndrenika, i cili është shprehur se një ambient i tillë ka qenë dikur një ëndër për mjeshtrin e skenës Kujtim Spahivogli. Jam i emocionuar, duhet të kujtoj 40 vjet më parë, 1970, një sallë e tillë për të dhënë shfaqje për rinin ka qenë ëndër dhe dëshirë pak e realizuar nga regjizori dhe pedagogu Kujtim Spahivogli. Nuk dua që ta kaloj në një nostalgji, kjo le të jetë për hare, për gas, rinia, aktorët dhe aktoret e reja ta gëzojnë sallën e re. Ndërkaq, kryebashkiaku Edi Rama ka vizituar mjediset e teatrit dhe sallën Shakespeare, duke shprehur vlerësimin mbi punën e bërë nga stafi i Teatrit të Metropolit, si dhe drejtori Kiço Londo. Ky transformim i gjithë kësaj hapësire deri disa vite më parë tërësisht pas një funksion dhe pas një shpresë në një hapësirë që tashmë plotësohet me këtë sallë e cila imiton modestisht, por me shumë shije teatrin e Shakespeare-it Globusin, është absolutisht merit e drejtorit të teatrit, e Kiço Londos, të cilin unë dua të trokas me kënaqësinë dhe nderimin më të madh. Një sallë e tillë do të thotë hapësira më të mëdha për artistët shqiptarë njëherësh, më shumë variacion për publikun. Kryebashkiaku Rama vlerësoi strategjinë e përdorur nga Teatri i Metropolit, i cili nuk ka një trup të vetën, por punon vazhdimisht në bazë të projekteve, çka deri tani ka rezultuar zgjidhje suksesshme. Pas inaugurimit të sallës, është shfaqur për të pranishmit premiera Romeo e Julieta, në interpretimin e trupës së talentuar të aktorëve të rinj, të cilët u zgjodhën nga regjizori Kiço Londo për të punuar me këtë shfaqje.